Procesi zgjedhor për zgjedhjet lokale të vitit 2025 ka filluar me kohë në të gjitha qendrat e votimit në Republikën e Kosovës, me përjashtim të ndonjë vonese në ndonjë vend votim të caktuar. Materialet sensitive janë shpërndar me kohë në të gjitha vend votimet. Kështu ka bërë të ditur në një prononcim për media, zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Balmir Elezi. Në orët e hershme të mëngjesit, materiali zgjedhor për fshirë dhe fletvotimet është shpërndar me kohë për në të gjitha qendrat e votimit. Gjithashtu, njoftojmë se duke u mbështetur në informacionet e pranuara nga ana e KSZ-s, procesi i votimit zgjedhjet lokale për kryetarët e komunave dhe për kuvende komunale ka nisur në të gjitha qendrat e votimit në Republikën e Kosovës, me përjashtim të ndonjë vonese në ndonjë vendvotim. Procesi zgjedhor deri më tash po vlerësohet i qetë dhe i rregullt.